Kohën e radhës si 4 për ditën e sotme dhe do të flasim për një rast rëndëtës që ka ngritur alarmin për sigurinë e fëmijëve në vend. Në fshatin Heres të Gjakovës, një mitur dyshohet se është sulmuar seksualisht nga babai i saj. Rasti është raportuar nga nëna, ndërsa pas hetimeve i dyshuari është lokalizuar dhe më pas arrestuar nga policia e Kosovës. Të gjitha detajet e kësaj ngjarje normalisht i kuptojmë nga një lidhje direkte që kemi me zotëri Faton Mehmetin dhe më pastaj do ta diskutojmë edhe me mikën e emisionit ton Linda Pano për të dy mirëseardhje në Kosova Today. Përshëndetje Kroni. Faton, po e filloj bisedën me juve. Çfarë ka ndodhur realisht në Heres të Gjakovës? Po, rasti ka ndodhur për një javë, respektive ku vajza ka zbashkuar në saj në stacionin policor në Gjakov, ka denoncuar prindin për nga çtem që ka ndodhur derisa ata kanë qenë vetëm në shtëpi. Kështu që pas prindit në momentin që është raportuar rasti nuk është gjendur në shtëpi, mirë po më vonë është arrestuar. Ai është rreth moshës diku 50 vjeçare dhe momentalisht gjendet në paraburgim derisa të kryen hetimet. Por ajo që dihet dhe që është shumë e sigurt është që edhe nëna saj nuk ka dashuru që ky rast të bëhet publik, bile ka kërkuar edhe nga zyrtarët e qendrës përputhjes sociale që kjo gjë mos bëhet publike. Megjithatë, një rast i tillë duhet më bëhet publik, besoj unë, për arsye që është një rast jashtëzakonisht shumë i ndjeshëm dhe përveç traumave që shkakton shoqëri, si më thonë, e tregon edhe dështimin të shoqëri për të fëmijëve. A e din realisht se çfarë moshe ka pas vajza? Vajza është diku në moshës 11 vjeçare, derisa baboi diku në moshës 50 vjeçare. Këta janë të komunitetit të rëm. Pra, dhe si tillë, rasti momentalisht është në procesin i për të mbledhjes informacione nga ana prokurorisë për ta denoncuar këtë rast. Ky rast vije pak ditë pas rastit që në ushtri një rast tjetër që ka ndodhur, kështu që pedofilia si fenomen është duke më të madhe në vendin tonë. Kjo edhe për shkak të politikave të breshta të institucioneve të Kosovës për të parandaluar një gjë të tillë, dhe ana tjetër është për shkak të mungesës të efikasitetit të gjyqësorit për të dhënë dënime të merituara dhe të shkaktuar. Po na jep pak më shumë detaje në lidhje me atë se çfarë ndodhi në ushtri. Atje me sa duket vajza ishte ende më e re, diku 7 vjeçare viktima. Po një rast ka ndodhur, pra vajza ka qenë 7 vjeçare dhe derisa i dyshuari është diku i moshës 34 vjeçare. Ai ka qenë punëtor teknik në shkollën ku vajza ka qenë në klasën e dytë dhe thuhet sipas drejtoreshës, informacionet që kemi marrë nga drejtoresha e shkollës ku ka ndodhur, thotë që rasti nuk ka ndodhur në shkollë, kështu që nuk është përgjegjësi e shkollës, por është një detaj shumë tjetër kroni shumë i rëndësishëm që personin fjalë pra ka pas një precedent më herët me dhe është liruar nga institucionet e Çfarë precedenti ka pas? Ka pas është recidivist i rasteve të njëjta pra sulmit seksual të fëmijëve, ndaj fëmijëve? Recidivist po, recidivist ka qenë, edhe prandaj është shumë e habitshme se si një person i tillë ka arritur pra që t'ia hedhte institucionet të drejtësisë dhe në këtë mënyrë të dilte i pavajshëm. Kështu që këto dy raste, pra moshës 11 vjeçare në ushtri ku i dyshuar është 34 vjeçar, një punëtor teknik i shkollës, do thuhet që rasti derisa vajza ka qenë duke shkuar në shtëpi prej shkollës, dhe rasti tjetër pra e kemi prindit derisa ka qenë vajzën në Heres të Gjakovës. Por të ndalemi te ky rasti i dytë Faton, është me të vërtetë interesante se si ka mundësi që të njëjtit person të jepet dy herë mundësia të jetë i angazhuar në ambiente ku janë edhe fëmijët, ani pse ai në të kaluarën e tij ka pas procedurë penale të hapur në lidhje me sulmet e tij. Po ne kremi këto raste kemi diskutuar shpesh edhe në studio dhe kemi pas edhe raste ku ka pas edhe viktima, pra kemi pas njerëz me 30-40 vepra penale dhe që kanë qenë liri. Kjo është sistemi i dështuar i drejtësisë ku njerëzve pra të kryerësve të krimit nuk jep dënimin e merituar, mirë po mjafton që ata thjesht pendohen edhe të kalohet ashtu me idenë që prapë që nuk do të ndodhë diçka. Kështu që Por për te dënimit të merituar, a nuk ka ndonjë
formë të rishikimit të kaluarës, pra kërkimi i dokumenteve nëse ka qenë nënhetime nga institucionet e vendit apo diçka e tillë, sidomos për personat të cilët punojnë në ambiente të tilla që janë shumë të ndjeshme, si në këtë rast pra shkolla fillore. Po, natyrisht do duhet të ekzistonte si thua ligji i ilustracionit, që gjithë njerëzit që punojnë sidomos në institucione publike ketë një pasqyrim të pendjes tyre me ballafaqe me ligjin. Një gjë e tillë nuk ndodh, thjesht mjafton që të jetë i afër me një parti politike, pavarësisht cila do qoftë ajo që mund t'i kryejë punën dhe vazhdon ta sistemojnë. Pra, këta janë militant partijak që zën vende për shkak të shërbimit që i kryen një parti politike, cila do qoftë janë. Këtë kuptim, pra, këto gjëra te i kalohen përmes politika është si thua më e fuqishme se sa institucionet e drejtësisë. Dhe në këtë kuptim ata arrin të gjejnë vrima për t'ja hedhur. Kështu që nuk është rasti i parë as i vetëm. Unë pajtohem me ju që sidomos në institucionet ku ka të bëjë me fëmijët, rastet duhet të jenë vërtet njerëz që punojnë aty duhet të jenë më të përgjegjshëm, më të ndershëm dhe këtë mënyrë që mos shkaktohet trauma. Imagjino fëmijët e asaj klase të cilët kësaj vajze i kanë ndodhur këtë rast se si mund ndihen se çfarë trauma janë shkaktuar. Kështu që personit fjalë edhe informacioni tjetër është në paraburgim i shqiptuar të premten e kaluar, pra këtë premte i shqiptuar një muaj para burgim personit pra në rastin ushtri deri sot brenda këtij muaji pastaj do të merret një vendim tjetër. Mund të jetë ai 2 muaj ose mund të shqiptohet një dënim. Po e sigurt është edhe besoj që ai nuk do të ndalohet spaku për një periudhë shumë gjatë që të punojnë në institucionet publike. Pa më puna t'ju lejohet prapë që ta përsërisë edhe njerë veprat e ngjashme. Zotëri Mehmeti Knacit, ju kishim Kosova Today, faleminderit për këto informacione. Knacia ime kroni. Atëherë, zonja Zotërin, do shkëputemi nga zotëri Mehmeti, do të kalojmë tek mikja e emisionit tonë, zonja Linda Pano. Zonja Linda, kemi 2 raste të ngacmimit seksual në vendin tonë. Kemi një prind që tenton të adhunoj pra vajzën e tij 11 vjeçare dhe kemi një punëtor teknik i cili tenton ta kryejë të njëjtin akt ndaj një të mitore 7 vjeçare në një shkollë të ciklit të ullët në Vushtrri. Si i komentoni këto 2 raste fillimisht? Mund të filloj me rastin e dytë se po dëgjoja gazetarin ose personin që po më përpara dhe jam e shokuar që t'jem e sinqert. Si është e mundur që një person që është përsëritës, se ju e thatë me një fjalë tjetër, po unë dua ta them që njerëzit ta kuptojnë më mirë, që është përsëritës, që ka kryer më shumë se sa një herë abuzimin ndaj fëmijëve, të mund të punojnë në një shkollë i rrethuar nga fëmijët. Ky është dështimi jo i sistemit të drejtësisë, ky është dështimi i gjithë i shoqërisë dhe i gjithë sistemit të qeverisë. Ministria e Arsimit ka dështuar në këtë rast gjithashtu, sepse përpara se të jetë edukimi prioritet, për mua është siguria prioritet. Edhe në qoftë se një fëmijë 7 vjeçar që është super minoren, ndjehet i kërcënuar nga një punonjës i shkollës që duhet kishte siguri dhe duhet të ishte një person i super kontrolluar. Si mund të punojnë në institucione shtetërore aq më tepër i rrethuar nga fëmijë pa pas një background checking, një kontroll të kaluarës, nëse ka pas precedent penal ose nëse ka pasur situata të tjera që lidhen me pedofilin, siç e përmendi zotëria më përpara. Për mua ky është një skandal i vërtet. Ministria e Arsimit, Ministri i Arsimit, unë nuk e njoh kush është në Kosovë, duhet t'i japi dorëheqje në fakt. Edhe nuk e di nëse ka një sistem në Kosovë. Një person më përpara tha ai e ka bërë 30 ose 40 herë të tjera. A ka një regjistër për pedofilët në Kosovë? Nuk e kam iden nëse ka një të tillë, po duhet, nëse nuk ka, ju duhet të kërkoni me forcë që të ketë një regjistër me emrat e pedofilëve. Dhe ju thatë që ky person nuk mund të punojë në sistemin shtetëror për një periudhë kohe. Jo vetëm në sistemin shtetëror, po edhe në sistemin privat, atje ku është i rrethuar me fëmijë, sepse ka dhe shkolla private, dhe si mund të punojë një person me një precedent të tillë me fëmijë sërish duke shpresuar që ai nuk do ta ribëj sërish atë vepër të tmerrshme penale, është krim. Të abuzosh me fëmijët është krim.
fëmijët nuk është një gabim, është krim që meriton. Dhe krimi tjetër është që një person i tillë realisht megjithëse ka pasur në të kaluarën e tij një rast të tillë, të lejohet të punojë në një institucion shkollor dhe pajtohem plotësisht me ju në momentin kur tha se mbas edhe ministri i arsimit duhet të jap me njëherë dorëheqje duke marrë parasysh këtë rast. Por do doja të kalonim edhe tek rasti tjetër për shkak të kohës televizive. Kemi një rast tjetër. Dua të them vetëm këtë shprehje. Ti nuk ke nevojë të pish gjithë detin që të kuptosh që uji është i kripur. Absolutisht. Nuk ke nevojë ti lejosh persona të tillë të vazhdojnë të punojnë të rrethuar me fëmijët, që të kuptosh që ata janë vërtet rrezik për fëmijët dhe për gjithë shoqërinë. Absolutisht. Dhe në anën tjetër kemi edhe një rast po ashtu jashtëzakonisht të ndjeshëm në fshatin e Restë të Gjakuvës, një prind i komunitetit rom në këtë rast ka sulmuar seksualisht vajzën e tij. Unë nuk e di, kam qenë përpara disa ditësh duke diskutuar në një televizion tjetër këtu në Tiranë, një rast që një adoleshent kishte abuzuar me një fëmijë 9 vjeçar, edhe ishte po nga ky komunitet. Unë nuk e di se çfarë masash duhet të merren dhe se si duhet të merret seriozisht kjo si situatë, sepse duket që këto janë vepra të përsëritura, edhe kur është prindi në mes, është akoma më e rëndë, sepse normalisht prindi është vendi i sigurisë për fëmijën. Shtëpia duhet jetë vendi, nëse gjithë bota është një vend i pasigurt, shtëpia duhet ishte vendi më i sigurt për fëmijët. Edhe nëse duhet filloj nga edukimi, nëse duhet filloj nga kujdesi për familje të tilla, sepse unë e di që problemet këtu janë shumë dimensionale. Unë e di që ka shumë probleme me alkoolin, ka shumë probleme me lëndët narkotike në këtë komunitet, jo për ta stigmatizuar, ka shumë probleme me varfërinë. Po në një formë kjo po stigmatizohet nga vetë shteti, zonja Pano, dhe pastaj këto janë si derivat i perceptimit shtetëror që e kanë ata, pastaj gjithashtu social. Problemet sociale aty janë shumë të rënda, edhe ne nuk kemi pse e mohojmë këtë gjë. Varfëria aty është në ekstrem, po të gjitha këto së bashku nuk justifikojnë abuzimet seksuale. Normalisht, ky është një krim tmerrsisht shumë i rëndë që do të ketë pasoja mbi fëmijën, mbi vajzën, dhe pasojat nuk do të jenë të përkohshme. Unë nuk e di nëse shërbimet sociale kanë marrë kontrollin në këtë situatë dhe nëse po e ndihmojnë vajzën e vogël që të marrë mbase zonja Pano dhe psikologjike. Mbase zonja Pano, sepse këtu jemi në fund të kësaj bisede, në të ardhmen do të ishte rrugës që të diskutojmë pak më shumë për shërbimet sociale, duke marrë parasysh se puna atyre është edhe parandalimi rasteve të tilla dhe jo më pastaj kontrollimi apo rikthimi i fëmijëve në jetën e tyre normale, por për shkak të kohës televizive më duhet ju përshëndes tani dhe t'ju falenderoj shumë për kohën tuaj. T'jap vetëm një mesazh. Po, ju lutem. Nuk e di nëse ajo vajza e vogël do ta dëgjojë ndonjëherë këtë emision, po dua që t'i them që nuk është faji i saj për çfarë ka ndodhur. Absolutisht nuk është faji i saj dhe faji asnjërs prej vajzave të vogla të cilat bien prej e pedofilëve të tillë. Është momenti ta përshëndesim zonja Panën dhe të shkëputemi me publicitet. Menjëherë pas publicitetit rikthehemi e flasim për konspiracion nga